Nderuar miq, do të flasim për Turqinë, për raportet me Turqinë, ndikimin e saj në Ballkan, situatën aktuale në raport me Greqinë në pritje të takimit të Erdoganit me Mitsotakisin, në raportet me Iranin, ndërmjetësimin për situatën atje, po ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pra të gjithë rajonin në lëvizjet e fundit në gjeopolitik me studiuesin gazetarin Sokol Brahe, që ndodhet në Izmir, pra në Turqi. Zoti Brahe, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe të bërë është knasësi. Faleminderit ju. Do ta nisim nga rajoni jon. Pak ditë më parë ne kishim zonën Spiropali atje ku Erdogan lodhi Ballkanin aty, ndërkohë që kryeministri ishte në Izrael. Pra për ta nisur për këtë vit me raportet dypashëse në Tiranë u interpretua edhe si mbajtje balance kryetaria e Kuvendit Turqi, kryeministri në Izrael, por si janë parë në Turqi edhe nga politikan, nga studiues, nga analist, afrimiteti ka qenë, por edhe vizita e fundit e Ramës në Izrael. Po vizita e Spiropalit ka qenë e rëndësishme normalisht dhe Turqia, protokolli shtetëror i Turqisë, por edhe vetë presidenca dhe të gjithë ministritë e Turqisë ditë të presin të përcjellin pra siç e kanë zakonin ta dhe kanë vërtet kanë një protokoll të mahnitshëm, një gjë shumë të bukur dhe nuk bëjnë dallime a është një president apo është një ministër apo një kryeminist, me vërtet që protokollet kanë të bukur dhe kjo tregon edhe marrëdhëniet tona që kemi me Turqinë, kurse pyetja e dytë e juaj do bëhet që zoti Rama në Izrael dhe fjalimet e tij dhe gjërat që me të vërtet nuk është hera parë, por është hera dytë gjatë këtyre 2 viteve të fundit që zoti Rama bën vizitë në Izrael, normalisht që nuk e ka ndoshta atë kuptimin e duhur për Ankaran, për shkak që Izraeli tashmë dihet që nga gjykata ndërkombëtare penale akuzohet kryeministri, ministrat para të shtetit i Izraelit është për se ka bërë gjenocid dhe shfarosje të tmerrët më makabre të gjithë historisë së njerëzimit, duke djegur e pjekur fëmijë, gra, shtatzënë të gjitha dhe këto normalisht që Edi Rama shqiptari pra i cili ne si shtet dhe si kombë jemi vetmi që kemi pagu fatura të mëdha për të mbrojtur hebrejt, për të mbrojtur çiçutet, të shkosh tashmë atje të jepsh një përkrahje Netanyahut në gjenocidin e tij, edhe pse nga ana diplomatike nuk e ka atë kuptim, sepse kur ftohet dikush, sido që të jetë, nëse e ka flamurin e tij në Kombet e Bashkuara, duhet të shkosh te vishkësh tjetër, por koha e vizitës së Ramës në Izrael, me të vërtetë që Ankaran e ka mërzitur në një anë, por edhe nga ana tjetër dihet që marrëdhëniet Rama-Erdogan kanë qenë të mira dhe janë të mira, të paktën sa duhet, edhe pse gjatë kohës është si dashuria në largësi që vjen edhe shtohet, po vjen edhe dobësohet nga një çik, por gjëra që rregullohen gjatë rrugës është për ka siflosur, ndoshta fjala edhe mund të jetë egzageruar, po siflosur raportin me Erdoganin. Po, nga ana shpirtërore, kulturore, marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Turqisë, sikur është një lajm, nuk mund të them një lajm i zi, por pak gri, domethënë pra dhe lajm me krejt jeshil nuk është, por gjithsesi duhet të thënë edhe kjo që liderët e shteteve, kryeministrat dhe presidentat lëvizin dhe bëjnë manevra në mënyra të ndryshme, sepse fjalimet e Erdoganit kundra Benjamin Netanyahut dhe qeverisë e tij kanë qenë të ashpëta dhe ende vazhdojnë të janë të ashpëta, por në të njëjtën kohë edhe marrëdhëniet edhe bisedimet vazhdojnë ku unë besoj të paktën sa kam arritur të kuptoj në rreshtat e shkrimjeve të turqëve dhe atyre pranë qeverisë Erdoganit, Edi Rama ka pas edhe një mision për të ulur dikun gjakrat qoftë mes Turqisë dhe Izraelit, por edhe në rajon, kështu që nëse e shohim thjesht nga ana interlokutor thua si ndërmjetës, si emisar i kujt në fund? I Turqisë, besoj unë, sepse pra ka pas interpretime në media në Turqi pranë Erdoganit, pranë presidencës, pra pushtetit, që Rama ka qenë dhe si i dërguar i Erdoganit në Izrael për të ulur gjakrat.
Si dërguar se si një postagji që kanë një letër, që kanë një mesazh në atë kuptim, dhe këto janë normale në diplomacinë, sepse tashmë edhe marrëdhëniet Ankara Tel Aviv jo se janë shkutur totalisht, pavarësisht se tonet e ashpërta ku në fakt ku përdoren edhe shumë për politikat e mrenshëm të qeverisë Erdoganit për konsum të mrenshëm. Pra, gjithsesi marrëdhëniet diplomatike kanë vazhduar dhe mesazhet apo si mund ta quajmë ne, domethënë bisedimet direkte ndoshta jo Erdogan kushme dhe janë të vazhdueshme, sepse Turqia ditë të luaj diplomacinë, po ashtu edhe Benjamin Netanyahu ditë të luaj diplomacinë, kështu që vardja e Ramës në atje po është për ne shqiptarët, pra domethënë edhe herën tjetër që shkoi e morë çmimin nga një gjenocid bërës, me të vërtetë është por nuk mund të fajsojmë domethënë gjithë shqiptarët apo gjithë miqtet apo gjithashtu, sepse në fund të fundit njerëzit gjykohen personalisht dhe jo në mënyrë kolektive, kështu që vizita e Ramës ka qenë, ka arritur qëllimet e tij, qoftë Rama apo qoftë edhe mesazhet që ka dashur të japë Rama, apo ato mesazhet që nuk shfaqen, pra nuk publikohen zyrtarisht, atë të ta shohim me kohë. Për sa i përket Kosovës, raport me Turqinë, në mos gaboj, ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës në Truez aty dhe pash një pozicion ndryshe nga Spiro Pali, ishe unë më afër, pra ishe një pozicion më zgjedhur. Tashmë kur janë 2-3 vet, 4-5 vet, duhet normalisht gjithë nuk mund të ulen mbi për njëri tjetrit, por diplomacia e Ankaras me të gjithë kombin shqiptar, pra me të gjithë treva shqiptare apo botën shqiptare apo shtetet shqiptare që kemi në Ballkan, ka qenë është dhe jam i sigurt që do të jetë në klasën më të lartë për së miri. Pra, këtë normalisht është tavolina apo karriga se kulet njëri tjetrit. Është shumë që Kosova është aty. Po, ajo e rëndësishme është në atë fotografi kush ishte aty dhe kush janë aty dhe si ndalë, a u ndalë të kënaqur apo ishin me nerva, kishin si është. Dhe nëse shohim nga ana mallore, të gjithë ishin të kënaqur sepse Turqia ditë e presit, ditë e përcjellit dhe ditë ashtu, kurse për Kosovën ndoshta ka qenë më afër, por është edhe kjo që atje është pika e nxehtë dhe normalisht që duhet ku është kriza dhe ku është pika e nxehtë apo ku pritet një vend që mund të nxehen lojrat në fush, normalisht duhet të qenë sa më afër, sepse Turqia ka një përgjegjësi jo vetëm thjesht morale apo kulturore apo në marrëdhënie vllazërore i trupave. Po atë desha të them, më për në marrëdhëniet vllazërore siç e quajnë Ankaraja me popullin shqiptar, marrëdhënie me popullin shqiptar, gjithsesi generali madhor atje është turk dhe gjithashtu edhe të muajt e fundit, në fund vitit, por edhe në fillim të këtij viti të 2026, Turqia ka dërguar dëshmëri të armëve që nga dronet e tjera prella për Kosovën, kështu që ndoshta ai afrimi karrikeve sa më afër e ka bërë ndoshta zonjën Spiro Pali që të jetë pak më në distancë, por në fakt sia dhe brendësia të gjitha kanë qenë të përbashkëta, qoftë nga ana e Tiranës, por edhe e Prishtinës, edhe pse shumë gjëra siç dihet ku flitet për kriza nuk është se mund të prononcohen të gjitha zyrtarisht, sepse Turqia është shteti i madh dhe ka në të mënyrë ka marrëdhënie edhe me Vučićin, edhe pse nga Beogradi dhe Vučići prononcimet zyrtare kanë qenë domethënë ndër më të egrat e dekadave të fundit për Turqinë. Po megjithatë Erdogan e ka mbajtur në kontroll edhe raport edhe me Kosovën, duke e treguar edhe kufit. Aq më tepër që në kufi është vetë generali atje. Po patjetër, si thënë, po të flas ty bija ime që të marrë vesh Nusja, ku është dashur Ankaraja dhe vetë presidenti Erdogan, po ashtu edhe zoti Hakan Fidan janë shprehur edhe haptas, por janë shprehur edhe indirekt, në mënyrë indirekte, ku në fund të fundit ushtria turke ndodhet në kufi që të paktën që kur e ka marrë është teprore e KFOR-it në Kosovën, nuk kemi pas incidente si që kemi pas pak më parë Bajskan e ato të tjera. Ndërkohë që nga mediat greke së fundmi nuk kanë munguar edhe shkrimet që ndoshta kanë ngjartur edhe xhelozi për raportet, që janë të mira, që njëra prej tyre pak ditë më parë shkruante që turqit kanë bazën janë Pashaliman, ndoshta një frikë nga një goditje nga mbrapa ose një rrethim. Vazhdojnë të jenë të tensionuar raportet mes tyre në prag edhe të takimit të Erdogan Mitsotakis. Po, Pashalimani jo ka qenë në vërtet një, si më ta themi domethënë, ose të ndryshe, Atina ka parë gjithmonë si
një moll sherrri kundra Atinës, pra Turqia qoftë nga lindja për qoftë nga perëndimi ka rrethuar Greqinë, por Dilber do të thënë kjo që Shqipëria, Greqia dhe Turqia janë në NATO, ne kemi hyrë shumë vonë, por këta janë që në vetëm dhe Turqia është ushtria e dytë në NATO, kështu që mund të ketë frikë Greqia për Turqinë, duhet thënë kjo që këto më sa shofune dhe më thanë duhet për politika të mrenshme, për konsum të mrenshme, për shfetet dhe gjërat si që dihet në Ballkan, dhe më thanë si sa villet në për tunelin, në për rrugë, në për aeroport, në për gjëra, në për tendra gjëra, dhe për të minjanuar vëmendjen e opinionit. Pra duhet pak populizëm për të larguar vëmendjen nga korrupsioni. Po, duhet patjetër se çfarë do t'i thojnë grekëve, domethënë për të gjithë ata miliarda euro që akuzohet qeveria e Atinës. Si do t'i thojnë, domethënë, kemi armikun turkun, kemi armikun këtë, po na luftojnë te, po na luftojnë atë, dhe kjo ka qenë edhe në fakt edhe ajo lodra më e bukur gjatë gjithë historisë për të për të marrë në kontroll masat e tyre, për të konsoliduar votuesin e tyre, për të mbrojtur edhe kotuqet e tyre në qeveri. Po kjo nuk është thjesht vetëm për Atinën, por e njëjta gjë është edhe për Tiranën, e njëjta gjë është edhe për Turqinë. Pavarësisht se të paktën ne shqiptarët ka disa vite që të paktën nuk themi që po na lufton ky që ku futme në NATO. Kemi shpëtuar nga kjo, por nëse shkojmë për shembull në Kosovë, njëjta gjë është edhe në Kosovë, qoftë në Kurtin, qoftë edhe para Kurtit, qoftë edhe gjitha, po në luftojnë se është një gjë e mirë. Edhe në Turqi nëse e shohim njëjtë gjë, po gjithë bota po lufton me Turqinë, po lufton Izraeli, po lufton ata të tjerë, por në fakt do të thonë që jemi në NATO, dhe pa u shpërbërë NATO-ja, kështu që nuk do të kemi incidente në Shqipërisë, Greqisë, Turqisë, dhe nuk është pashalimani një mollë sherrë që mund të dëmtojë Greqia nga perëndimi apo Turqia nga lindja, dhe këto janë më shumë për konsum të mrenshëm, pavarësisht se është çep interesat e veta, por kjo është kurse në marrëdhëniet para takimit që do të kemi me presidenti turk me kryeministrin grek, është edhe kjo që këtë fillim të jave pas fiks gati 10 viteve Dilber, Ministria e Punëve të Mrenshme greke, pra edhe Ministria e Punëve të Jashtme tashmë ka filluar që të dorëzojë dhe të mos aprovojë më lejet e qëndrimit apo shqetësit për organizatën terroriste të Fethullah Güleni që në Turqi quhet FETÖ, dhe kjo është edhe një sinjal krejtdyshe sepse në media zë shumë pak vend tashmë. Këtë vit mbi 46 vet nuk ka aprovuar lejet e qëndrimit Atina për herë të parë, pra që në 2016 dhe kjo tregon Atina plotson një kusht të Erdoganit. Po, plotson një kusht të Erdoganit për mas 9 viteve gjys, dhe kjo është domethënse, pra edhe Erdoganit duhet një ngatrim virtual, domethënë me Greqinë që Greqia po bën këtë, po bën atë, por nëse e shohim nga ana e forcës së shtetit, nga ana rajonale dhe gjeostrategjike, Greqia nuk është një shtet që mund të hahet, domethënë me Turqinë, edhe thjesht për konsum të mrenshëm. Kurse Turqia është e madhe, pavarësisht se kanë probleme të shumta, kanë Kiprin, kanë detin Egje, e të tjera, por këto nuk janë që do të na shkruajnë teksti i fundit për hapësirën detare, për më fal. Po, edhe lëshimin e Vateksit, hapësirës detare për servitje ushtarake nga Turqia i nxiti edhe më shumë tensionet para këtë takimit, por dua të mbes pak edhe tek ajo pjesa që Greqia nuk lëshoi lejet për antarët e FETÖ-s, po në këmbim të kësaj çfarë dha Turqia, sepse është një marrëdhënie. Po është një marrëdhënie, në fakt Greqia, Turqia, po kushton marrëdhënie që bën me shtetet e treta, pra me palën e tretë, si për shembull bëri Greqia me Kiprin jugor dhe me Izraelin aty. Këto normalisht janë në informacionin dhe janë në ndjenin dhe në korrigjimin e NATO-s. Pra kështu që edhe pse bëhet një bujë e madhe në ato, domethënë në të gjitha të tre shtetet, sa mund të jenë të forta kundër Turqisë, ku Turqia është zyrtarisht të paktën ashtu dihet që është forca e dytë e ushtrisë në NATO, por qoftë nga të gjitha aspektet, nga burimet njerëzore, po ashtu edhe nga armatimet, ku sidomos të 5-6 vitet e fundit apo dekadat e fundit Turqia dihet që prodhimtaria e armëve sofistike, qoftë të anijeve, të avioneve, të helikoptereve, të droneve me armë, pa armë, e të tjera. Që është e fundit që ka prodhuar, që ka lëshuar në treg? Bisha e fundit?
Pra arritja teknologjike. Po, Turqia vazhdimisht është këtë, normalisht edhe pse bëhet një reklamë e madhe, dihet që prodhimi i armëve, ecëria në këtë shkencë nuk prononcon të gjitha për popullin, por me sa tashmë që jemi të sigurt edhe shumë avion ka arritur t'ia shesi edhe Francës, pra një antar kryesor dhe një shteti e cila prodhon armë për dekadash me radhë, dhe prej shumë Rafalët e fuqishëm vetë. Po, pra ka arritur në një bazë shumë të lartë, e cila nuk është kundra NATO-s, pra gjithë sinkronizimi i prodhimtarive të armëve turke, mbrojtja apo sulmuese janë totalisht në umbrellën e NATO-s dhe janë sinkronizimi i tyre, sepse nëse ju kujtohet para shumë viteve Turqia pa të marrë edhe S-400 pra të mbrojtjes ruse dhe nuk ishte e mundur ku ende edhe sot të bën një mollë sherrri mes Amerikës e Turqisë dhe në rajon, gjithsesi nuk mundet të sinkronizoni atë lloj armëve me NATO. Pra, kështu që e kam marrë është në një magazin atje. Ajo kurse prodhimtaria e ashtu normalisht që ndoshta mund të friksojë ndoshta edhe Greqinë apo edhe vendet të tjera që me gjoja janë armike të Turqisë, por gjithsesi Turqia është shumë më e lartë, është shumë më sipër të tjerëve dhe si themi ne, domethënë pse lefin që në rrugës më kthy me Iran gjithë përgjigje, ajo nuk të letë avancosh përpara. Kështu që Turqia ka nga ana gjeostrategjike, rajonale, por edhe globale, tashmë ka hyrë në një rend krejt tjetër, në një shkallë krejt tjetër, ku pritet të jetë një ndër gjërat më kryesore, qoftë edhe në fjalimet e Trumpit që thotë për Erdoganin dhe për Ankaran, kështu që marrëdhëniet turko-greke nuk është se do të jenë ashtu, por përdoren për konsum të mrenshëm, mendoj unë. E dyta, ajo që pyetet për fetën, po kjo është një gjë shumë interesante domethënë për Turqinë, sepse të paktën në librin e kush pra në rrezikshmërinë e Turqisë, organizata më kryesore terroriste për Turqinë është FETÖ, ja, dhe lëvizjet e Greqisë këto kohë të fundit tregon që deri diku pas shpinës që mund të themi ne, kanë arritur të bëjnë një marrëveshje deri diku, por bërtitja që vërtet Greqia ka shumë që Turqia po na bën kështu, edhe pse Nauteksi i Turqisë nuk ishte në fakt thjesht një servitje apo kjo është pa limit, domethënë pra nuk ka një afat kohore e cila është prononcuar, është përcjellur Kombeve të Bashkuara, është që Greqia vjen detajet ta nxjerrë nga 6 në 12 milje siç ishte në jugun e Shqipërisë dhe normalisht që kjo është një rrezikshmëri shumë e madhe për shtetin turk, sepse këtu përballë me ku jam unë, nëse nxjerr 12 milje atë, domethënë ajo bile vjen na merr në shtëpinë time këtu ku jam në Izmir dhe jo më që të futim në një det madhe. Këto nuk janë domethënë shumë të gjëra të hijshme për dy komshi të cilët prej sheku jetojnë së bashku, janë komshi së bashku dhe prej dekadash janë në umbrellën e NATO-s së bashku, por gjithsesi duhet edhe ajo loja, duhet edhe aksioni edhe mes marrëdhënie, por në fakt Erdogani vitin e kaluar nëse ju kujtohet ja la atë mollën në dorë Atinës ku shkoi për vizitë që ishin shumë të tensionuar, shkoi në vizitë dhe kështu që besoj që Turqia edhe ditë të tërheqi ku duhet, por dia të lëshoj ku duhet, për një konflikt apo një gjë krize mes Turqisë e Greqisë, të paktën sa të jetë NATO nuk e shoh që do të ketë. Megjithatë, xhelozi mund të ketë shkaktuar në Ankara një vizitë e mundshme e Trumpit në Athinë. Nuk është. Po patjetër. Kemi akoma kuadrin e zërave, s'ka gjë zyrtare, po bazuar tek fjalët e ambasadores amerikane në Athinë, që mundet. Po, patjetër do të shkoj, por është edhe pasaj do të vi edhe në Turqi, sepse kemi edhe summitin e NATO-s të radhës se kemi në Turqi, ku zoti Trump do vi, domethënë këtë ndoshta më përpara do shkoj edhe në Athinë, por kjo nuk është një problem për Turqinë, besoj, sepse vetë mund të themi strategjia amerikane në rajon, pra në mesdhënë në rajonin këtu ku ndodhen Turqia dhe Greqia, nuk është se Turqia është shumë kundër asaj, ku për shembull edhe ditët e fundit, edhe orët e fundit, edhe minutat e fundit e shohim një sinkronizim të marrëdhënieve apo të interesave amerikane dhe turke janë të përbashkëta, qoftë në Siri, qoftë edhe më gjërë, pra dhe tregon që Amerika tashmë të paktën kjo dekada e hera e dytë e Trumpit që u bë president me Turqinë ka të marrëdhënie shumë më të mira dhe në fakt edhe këto janë
krejt haptas dhe shprehen vazhdimisht edhe zyrtarisht në mediat e qoftë nga ana e Ankaras, por qoftë nga ana e Washingtonit, e cila tregon që të dyja shtetet, pra Amerika dhe Ankaraja, kanë vendin pra të dyja fitojnë dhe kështu që atë pjesët e tjera të vogla nuk besoj që mund të jetë xhelozi do të jetë normalisht sepse të vijë Trump ti kryesor në botë që është Putini, një takim në tjenë Alaska, u bëdas më e madhe që u taku me Trump. Kjo xhelozi është për xhelozi jo e keqe ndoshta, por xhelozi pak e ëmbël. Miku im, edhe një pyetje të fundit kam, si po luan tani Turqia në lindjen e mesme, duket sikur ajo po e parandalon ndoshta një sulm amerikan mbi Iran. Edhe konkretisht me ato që kemi lexuar në media është Hakan Fidan ai që po është lojtari kryesor tani aty që po Po, nëse shohim edhe nga Turqia njëjta gjë është, por Turqia ti ka problemet kryesore të shtetit e vet, janë një larg qoftë, domethënë një Iran që të ndodhi si Siria e vite më parë apo si Iraku disa dekada më parë, do të jetë një katastrofë shumë e madhe dhe shumë përfshirëse jo thjesht në Iran, por jo vetëm thjesht në Iran dhe Turqi, por në miliona njerëz apo një përshkallëzim i situatës apo e daljes jashtë kontrollit, domethënë sigurisht në Irak apo në Siri, e kjo do të ketë katastrofë shumë jo vetëm thjesht për rajon, por edhe për Europën, sepse siç dihet lufta sjellën edhe emigrime edhe të panumërta. Plus kësaj do të thënë që edhe në Iran janë miliona turq pra me origjinë turke, siç janë turqit e Azerbajxhanit verior të Iranit. Plus kësaj janë edhe bot kuptimin nëse ju kujtohet domethënë bota shive, bota sunite, e cila prioriteti kryesor i regjimit Ayatullahëve të shariatit të Republikës Islamike të Iranit janë shiit, pra dhe jo sunit, dhe ajo mund të krijojnë edhe shumë probleme sociale, qoftë në Turqinë e sotshme, por edhe në rajon, dhe për këtë arsye Turqia i shef interesat në mënyrën makro dhe jo minimale, pse në rajon janë dy rival, por janë dy komshi që të paktën për shekuj në radhë nuk kanë luftuar, pavarësisht se njëra është sunni dhe tjetra është shiite. Me sa duket Irani ka ngel vetëm tashmë atje, pra dihet përkrahja e Rusisë, e Kinës, e Indisë të tjera dhe Madurës, që tashmë Maduro nuk ka më, që kanë qenë vazhdimisht në përkrahje të Iranit, pra kanë thyer çdo lloj embargo që ka bu perëndimin e thojza për Iranin, kurse Turqia nuk i ka lejuar vetes që të jetë të bëjë embargo asaj, dhe sidomos pas luftës dy javore që ishte bombardimit të Amerikës në B2-shat pra në vitin e kaluar, në qershor në vitin e kaluar, kanë treguar haptas që Irani pra nuk ka më asnjë shok. Ishte BRICS-i, ishte Shanghai League e të tjera kanë qenë një farsë, domethënë thjesht për të mbledhur siç e thënë turqit me pi çaj së bashku, dhe ajo që tashmë është një gjë, ka një merit Hakan Fidani me patjetër, por kjo është edhe politika e presidentit zotit Erdogan, por ashtu edhe presidentit iranian, edhe pse forca e pozitës e presidenciale në Iran është shumë ashtu, sepse lideri suprem është Ayatollah Khamenei. Gjithsesi presidenti aktual i Iranit është turk, është rritur nga prindë turq, domethënë nga nana, nga baba, dhe gjuha amtare e tij nuk është persishtja, pra por është turqishtja, dhe kjo ka një ndikim ashtu, plus që zot harruar domethënë që këto muajt, domethënë vitin e fundit Iranit i shkoi edhe presidenti me ministrin e jashtëm, diçë një helikopter, tashmë bombardimet e Izraelit, të Amerikës, të gjitha, duke që Irani po kërkon të gjejë një rrugdarje me humbje minimale, e cila vetëm shtet që mund t'i afrojnë është vetëm Turqia, por do të thënë edhe kjo që në fillim javë, domethënë para 2-3 ditëve folëm që do të kemi mbledhjen e radhës të premten, pra pas për nesër, do të kishim në Turqi me bisedimet e Amerikë-Iran, pra ata që u anulluan pas bombardimit të Amerikës në Iran. Tashmë do të jemi përsëri në tavolinë, por me sa duket Irani apo edhe vetë Amerika nuk kemi zyrtarisht, domethënë kemi vetëm nga media, lajmi nga media, edhe nga presidenca e Teheranit apo e Washingtonit, kemi që do të mbledhen në Uman ditën e nesme, dhe pritet që të ketë disa gjëra, por zot harruar edhe kjo që
Turqia po bën të pamundur që mos të kemi një ndërhyrje amerikane me luftë, por i ka ofruar të gjithë logjistikën edhe Ajetullahut, por ashtu edhe Pezeshkianit që të ulen të bisedojnë, sepse një luftë e tillë mund të jetë jo si ajo 2 javore apo si bombardimi i B2-shave në Amerikë, por mund të jetë nga Amerika, por mund të jetë edhe shumë më e madhe, e cila do të jetë e pastaj një problematik për dekada më radhë, qoftë për Iranin, por qoftë edhe për rajonin. Se sa do të jetë në gjendje Hakan Fidan, presidenti Erdogan, që të bindi Teheranin, liderin suprem dhe presidentin e saj, kjo do ta shohim në vijim, por kemi një gjë tjetër që e njëjta situatë, pra e njëjta formulë, e njëjta fotografi ishte edhe para vitin e kaluar, ku vazhdoshin negociatat SBA-Iran dhe po atë natë filloi lufta. Kështu që kemi një Trump, një lider që ai di se ç'ta bëj, por nuk na thot ne hap se çfarë do bëj, aty ku thotë jemi në negociata po bëjmë paqen, aty hap luftën, aty ku thotë ishim me Maduron ende po negociojmë mas 2 orëve kur e shohim Maduron që shkon në New York. Kemi liderë të tjerë, por forca e diplomacisë turke në rajon normalisht e koordinuar apo e sinkronizuar edhe me Amerikën dhe NATO-n, kërkon që mos e kemi një përshkallëzim në Iran, sepse do të jetë katastrofë. Normalisht faturën e madhe e pagu populli i Iranit, por edhe rajoni do të ketë një faturë shumë të madhe, kështu që për të parandaluar këtë, zoti Hakan Fidan, por zoti presidenti Erdogan, siç ishte në Arabinë Saudite dhe në Egjipt për vizitën e ditëve të fundit, këto kanë qenë ashtu, po ashtu edhe pika e Gazës, domethënë që nuk është shumë largët edhe në ndërhyrjen e Amerikës në Iran, ka një sinkronizim të tyre, e cila Izraelit i jep një hapësirë më të madhe në ajër. Të lutem për ta mbyllur me një batutë. Ka dalë në turk në dosjen e Pshtenë apo pritet që të dalë? Ka Afrika aty? Po, kanë dalë shumë turqë dhe debatohet jashtëmase që nga fëmijët e humbur. Jo, ende nuk e kemi zhdervelluar të 2-3 milion dosje, domethënë, por kemi këtu në fakt për një anshmëri, domethënë në Turqi, në hotelet më serioze, Rixos të Antaljas, aty është gjetur, kështu thuhet që ka vdekur një djalë 17 vjeçar, i cili e ka parë shumë gjëra dhe ku edhe telefoni ende sa dite, por prokuroria turke ka hapur seriozisht tashmë pas të gjitha këtyre dosjeve, ka hapur çështje shumë serioze dhe pritet që ka biznesmen të mëdhenj, ka edhe ish influencues në politikën turke, pra turq qoftë të Turqisë, por edhe të diasporës turke që nga Amerika, dhe këtu biles edhe avukati i Fethullah Güleni që ishte tashmë e ka vdekur, por që ishte në Amerikë, është edhe avukati i Epsteinit, kështu që ka një lidhje shumë interesante me ashtu, por do të presim se 3 milion faqe të merren të gjitha, të lexohen tek në sa janë atje, por ka dhe është një pikë shumë serioze, por uroj që mos të jetë vetëm thjesht për të menjanuar aktualitetin në opinionet publike nëpër botë, por të jetë një gjë reale, sepse me të vërtetë është një skandal, një krim, ka lidhje me Turqinë, me Shqipërinë, me të tjerë, është krejt shumë tjetër, por janë gjëra që nëse ato që thuhen janë, edhe pse shumë rende janë teori konspiracioni, gjithsesi nëse ata na drejtojnë me të vërtetë botën këta njerëz të manjak, domethënë këto kriminela që hanë pinë gjakun e fëmijëve dhe me pedofili, e mirë njerëzimi, pra jo thjesht Turqia, Shqipëria apo Amerika, po mirë njerëzimi që kemi, domethënë kur shedra që na drejtojnë, të cilët nëse do të kenë fakte duhet të dalin para drejtësisë amerikane apo të çdo shtetit e vet, por edhe Ministria e drejtësisë amerikane ka lënë shumë për të dëshiruar, sepse një ministri nuk është puna e ministrisë të publikoj fakte, por të reagoj dhe të parandaloj gjën, ose pasi ndodhet të japi dënimin e duhur, por deri më tani duke që në Amerikë përdoret për politika për konsum të mrenshëm, e cila thuhet ende, normalisht që nuk kemi gjë të sigurt, por thuhet që në fakt ata dosjet kryesorë që duhet të dalin, pra prioritet botërore qoftë nga mbretëria angleze, nga Gjermania, nga
shumë vende të tjera nuk kanë dalë dhe nuk kanë për të dalur, të paktën kështu shprehen për të ta shohim në vijim, mund të jetë edhe një bum shumë i madh si WikiLeaks në shkruajtohet dekadë më parë ose mund të kalojë krejt anash pa undje, por me të vërtetë ato janë gjëra shumë të trishtueshme të cilat është tur për njerëzimin, pra ashtu për çdo njeri të këtij globi dhe jo thjesht për Amerikën apo për një Epstein apo Epstein siç e quajnë Amerika. Sokorën, falenderoj shumë për çështjet që diskutuam dhe për mënyrën si ju i zbërthyet dhe i sodhët më pranë shikuesve tanë këto ngjarje që po ndodhin në Turqi ose që rrotullohen rreth saj. Falenderoj shumë. Gjithashtu do të falenderoj, ishte kënaqësi.